E shohim këtë foto në ekran, përse ke veshur këtë bluzë? Më trego pak për këtë histori. Ke marrë shumë fyërje? Fyërje? Tallesh ti? Dhunë, verbale. Kërcënime me vdekje. Me vdekje. Po ta dija impaktin që do kishte, nuk do ta kisha veshur, do isha i kujdesshëm siç. Kjo ishte... Por fund ditës ti ke vesh bluzën e Serbisë. Besoj që do e dije impaktin që... E Serbisë, po. Jo, ta thuash ti një sportiste këto se pranoj. Ja ta dëgjojmë Ervinin e Luiza. Po ja ta them unë tash. Ndoqëm kampionatin e voleybollit ballkanik që u zhvillua te Feti Borova dhe trajneri serb na dha bluza dhe në një ditë të caktuar unë këtë e vesha pas një lloj problemi. Po themi vëllezërit tanë që ne konsiderojmë vëllezër, kanë vuajtur kaq shumë pikërisht ja ky shtet edhe këtë Ivan Gvozdenović trajnerin e serbin unë e kam shumë mirë. Mund ta kishe shmangur bluzën? E ka bërë Luiza, ka shumë jeshmëri. Mund ta kishe shmangur? Ajo gjë që po thotë që e ka bërë në mënyrë të pavetëdijshme, nuk i ka kushtuar rëndësi.